por mbyllet pelegrinazhi 13 javor në kishën e Shnanot në Laç. Kremtimi kulmoi mbrëmjen e 12 qershorit, ku të shumt ishin besimtarët që e kaluan natën në lutje pranë mjediseve të kishës, në pritje të ditës së festës së Shnanot. Të krishterë musliman thonë se kisha e Shnanot është një vend i shenjtë, ku kanë gjetur paqe shpirtërore, shpresë dhe forcë për të përballuar vështirësitë e jetës. Ndaj, rikthehen çdo vit për të adresuar lutjet e tyre. Me fali Zoti, fëmijë mas 5 vitësh. Besim të lartë, jo shumë të lartë. Më ka si shumë problem që veni shajt. Isha shumë e smur, vjetë edhe qaja, vetëm qaja. Mirë të nesërment, mi fjalë si sot nesërment, u qova isha shumë mirë. Vetëm i lumjesit dhe sënë. Inshallah Zoti e Shnane kam jo primar gjithkujt e Zot. Shnetin e familjar për shnetin ton edhe të popullit marr shqiptarëve. Kisha e Shnanot në Laç mbetet një prej pikave më të rëndësishme të pelegrinazhit fetar në Shqipëri. Ritualet e shenjta nisin në mesin e muajit mars me të martën e parë të pelegrinazhit dhe përfundojnë më 13 qershor, ditën kur kremtohet festa e këtij shenjti.